العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما transmetohet nga Abu al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, transmetohet nga një prej sahabëve që ka transmetime më shumëti për pejgamberin alayhis salam, ai është Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, përndryshe turjumanul Kur'an, një nga sahabët e vegjël për nga mosha, por dietar të mëdhej në tafsir. Transmeton nga i dërguari i Allahut, që ai transmeton nga Zoti i tij i lartësuar. قال كثان پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان الله كتب الحسنات والسيئات. Allahu I shkruan veprat e mira dhe veprat e këqija. Thumma bayyana dhalik, pastaj ka qartësuar ato. Inna Allah kataba al-hasanat was-sayyi'at. Allahu I shkruan të mira dhe të këqija. Thot Sheikh Uthaymeen rahimahullah, shkrimi I të mirave dhe të këqijave ka dy kuptime. Kuptimi I parë, shkrimi I parë dhe shkrimi I mëtejshëm. Çka do të thotë kjo? Kitabatuhu fi al-lawh mahfuz. Çdo sa është shkruar në lawh mahfuz, pllakën e ruajtur. Pra me mira vjet para se të krijohet toka dhe qielli, Allahu ka krijuar lapsin dhe ka thënë shkruaj çka do deri ditën e gjykimit. Inna Allah kataba al-hasanat was-sayyi'at, pra të mirat dhe të këqija. Dhe e dyta, kur e bën robi veprën, prap shkruhet me urtësinë e tij. Kjo është, pra I ka dy kuptime që I përmend Sheikh Uthaymeen. Ajo që është të shkruar në Lauh Mahfuz dhe asgjë nuk mungon. Njeriu do t'i jepet regjistri I veprave të tij në ditën e gjykimit. Pra, ku sa I sheh syri do të jetë regjistri I veprave të tij në ditën e gjykimit. Inna Allah kataba al-hasanat. Është një mesele, a shkruhet çdo fjalë që ne e flasim, apo vetëm veprat mira dhe të këqija. Për shembull, I thu dikujt më jep një gotë ujë, a shkruhet kjo? Ose fjalë pra të përditshme që janë krejtësisht të nevojshme për njeriu. Disa dietarë mendojnë, sikur Ata, Imam Ahmed, që janë transmetuar nga nxënësit e tyre, që Ata apo Imam Ahmedi dhe Ata kur kanë qenë smur në pragun e vdekjes, kanë rënku pastaj nën, duke e sinjalizuar se edhe rënkimi shkruhet. Pra mos mu anku në smundje. Pra kanë pas bindje dhe kanë argumentuar me ajetin çka Allahu ka thonë ma yalfidhu min qawli illa ladayhi raqibun atid. Çka do të del nga gjuha? Çka do të del? Ma yalfidhu min qawl. Çka del nga gjuha përveç se ka një mbikëqyrës, vëzhgues më një herë shkruan. Këtë më një argument që më një herë. Mirë po është transmetuar nga Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu transmetim që shkruhen vetëm mirat dhe të këqija. Shkruhet vetëm të mira, ajo që është e mirë dhe ajo që është e keqe. Faman hamma bi hasanat, kush janë veprat e mira që shkruhen dhe kush janë veprat e këqija? Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha. Kush mendon me bëni punë të mirë, po nuk e bën ato, katabaha Allahu tabaraka wa taala indehu hasanatan kamila. Ai ka të shkruar me një të mirë. Nëse vao. Kush mendon me bëni punë të mirë, po nuk e bën. Për shembull, mendon mendjen e tij me jap dikuj sada, po nuk e jap atë sada. Mendon sot me lexu diçka nga Kurani. Pra mendon me bëni vepër të mirë, po nuk, prandaj nuk e bën. Vetëm niyetin që e ka pas me bëni vepër të mirë, ty të shkruhet një shpërblim. Por jo vetë shpërblim, edhe në 700 shpërblime.
Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa in hamma biha fa amilaha. E kush mendon me bëni punë të mirë, këtë thelbi i temës është niyeti. Thelbi i hadithit, tema është niyeti. Wa in hamma biha fa amilaha. E kush mendon me bë dhe e bën, katabaha Allahu 10 hasanat. Allahu ja shkon 10 shpërblime ila 700 dhifin ila adhafin kathira. Deri 700 shpërblime. Kush e bën një vepër të mirë, mendon me bën një vepër të mirë, një sadak, pastaj jep sadakën. Apo dhikr, apo lexim të Kuranit, mendon po edhe praktikon. I ka dhe deri 700 shpërblime. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. E kush mendon me bën një vepër të keqe, falam ya'malha. Po nuk e bën atë vepër të keqe. Katabaha Allahu indahu hasanatan kamila. Ja shkruan Allahu një vepër të mirë të plotë, një shpërblim. Hasana ka, një vepër të mirë. Pra njeriu mendon me lëndu një vëlla me një fjalë të keqe. Pastaj kujton që kjo fjalë është e rëndë pa frikën e Allahut. Mendon me bëni një vepër të keqe po nuk e bën. Çka e ka pengu këtë njeri që nuk e bën këtë vepër të keqe? Frika nga Allahu. Dhe çdo herë kur njeriu insiston, pra mendon me pa diçka të jo të hishme në telefon apo prandaj ka frikën e Allahut dhe nuk e bën, ka shpërblim te Allahu. Ka shpërblim te Allahu vetëm që të ka shku mendja me bëni të keqe dhe nuk e bën. Pastaj wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahida. E kush mendon me bëni vepër të keqe dhe e bën, e ka vetëm një gjuna. Shifni pra, mirësia Allahut, urtësia Allahut. Këtë çështja kthehet te niyeti. Niyeti është bazë e të gjitha veprave. Niyeti është bazë e të gjitha veprave. Por ka mbet një çështje që është përmend pra, që nëse njeriu mendon me bëni vepër të mirë dhe njëkohësisht i merr shkaqet me voçat vepër të mirë, i shkruhet e plota e mirë, sikur me pavo. Sikur me pavo. Dhe nëse mendon me bëni vepër të keqe, po i dalin pengesën, ai e ka të plot përgjegjësinë për atë vepër. Cili është argumenti, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, idha iltaqa al-muslimani bi sayfayhima fal-qatil maqtul fi an-nar. Kur dy musliman vriten njëri me tjetrin, vrasës edhe i vdekuri, edhe i vrari është në xhehenem, pra meritojnë dënimin në xhehenem. Sahabët i kanë thonë, ja Rasulullah, i dërguami i Allahut. Dhe kjo është argument që sahabët kanë pyetur kur kanë pas paqartësi. O i dërguari i Allahut, hadha al-qatil, vrasi është të qartë për ne që është në zjarr. Fa ma bal al-maqtul. Ç'është me ato që është vrarë me dhajnë zjarr? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, innahu kana harisan ala qatl sahibihi. Edhe ai ka qenë pra me të gjitha shkaqet i ka marrë me vllajën e tij. Pra nuk bëhet fjalë këtu nëse njeriu nuk ka pas qëllime, është pa marrë shkaqet, por bëhet fjalë ata të cilët të dy ndërnë me vrarë njëri tjetrin. Prandaj, edhe pse nuk e ka kryer ai krimin, por është vrarë, ju e dini që Habili i ka thënë Kabilit, nëse ti ke dorë ndaj meje, unë s'kam dorë ndaj teje. Dhe këtu e shihni pra që në Islam pra sistojnë gjahilat ma mirë me qajt nëna fjalë gjahila u dihet fjalë e ullë, se sa nëna ime, kjo është në Islam është ndryshe. Pra ma mirë me dal i pastër nga një gjuna se sa me vra njeriu para Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse çështja tjetër është vetë mbrojtja, kjo është temë tjetër, por te Allahu subhanahu wa taala robi duhet me qenë i pastër. Prandaj një nga temat më të rëndësishme që këto argumentet e një pas njëshme po i përmendim që niyeti është baza e të gjitha veprave. Innamal a'malu binniyat. Andaj lutim Allahun që të na përmirësoj sinqeritetin ton, sepse këtu është lufta me përmirësu niyetin, me rregullu niyetin. Kanë thonë disa prej selefit, kemi bë luftë me përmirësu sinqeritetin. Pra,
40 vite, derisa pas 40 vite atëherë kem bëj ibadet me kënaqësi. Se sa është dukti një ngjyrë, në formë, shfaqet formë tjetër sinqeriteti. Pra shihni dikush nëse njeriu do me bëni vepër për hir të Allahut, ose dikush do me shfaq modesti, pastaj edhe qëndrimi i tij duke shfaq modesti tepër mund të kalojë në mashtrim që i bën shejtani dhe ata nuk e bën për hir të Allahut. Me thënë, ka metodat ndryshme që mund ta devijojnë njeriu shejtani dhe duhet me pas kujdes, sinqeriteti. E një prej përshkrimeve më të mira të sinqeritetit, ka shumë definicione, është ku njeriu është i njëjti, nuk ndikohet nga lavdratat e njerëzve. Se din vetën veprat e tij për Allah, dhe as nuk ndikohet kur nga fyrjet e njerëzve, nga sharjet e njerëzve. Pra është e njëjtë, nuk i bën veprat sinqerisht për Allahun subhanahu wa taala. Kjo ishte për sot, kjo ishte për këtë pas namazit sabah, sepse kemi dersin tjetër inshallah në tefsir pas namazit të drekës. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabina Muhammad.